Fermerët e frutikulturës në Dibër ishin më të dëmtuarit në sezonin e kaluar për shkak të ngriçave që mbajtën në fillim të muajit prill. Prodhimi i vitin e kaluar ishte rreth 20% për shkak se thuajse të gjitha varietetet e mollës dhe të qershisë u dëmtuan. Ndërkohë këtë vit sezoni duket më i mbarë dhe fermerët shpresojnë se do të kenë rendiment të lartë. Medin Kryemadhi është një nga fermerët e shumtë të Dibrës. Ai ka një sipërfaqe prej 5 hektarësh të mbjellë me qershi dhe mollë. Për dëmin ekonomik që pësoi vitin e kaluar, nuk ka marrë asnjë dëm shpërblim, ndërsa shpreson që ta kompensoj me prodhimin e këtij viti. Unë filloj veljen me datën 1, 2 ose 3 qershor, si të vije pranvera, domethënë kjo luhatjo është punë 3-4 ditësh. Filloj me varietetin e parë me kristalinën, pastaj vazhdoj me gjaretin, pastaj vazhdoj me grestarin, pastaj Ferrovia, Gjermaniko edhe Regina. Domethënë janë sipas çdo varietet kanë një diferencë 3 ditësh. Domethënë para arsye e kom bërë këtë punë menaxhim ti menaxhe punën, e kupton? Çdo 3 ditë mpiqet një varietet. Kurse mollë kam mollë sërkinke 1200, kam Gold 1200, kam edhe Fuji 700. Domethënë janë kjo molla këtu, kjo molla Golden është në vitin e 4 edhe Fuji në vitin e 4. Kurse mollën atje kam në një plantacion tjetër e kam në vitin e 12. Domethënë inshallah si mjet koha na premton, sepse vjet po rrethin e Dibrës ka qenë vit zije. Ka pas vetëm shpenzime, kam bë 10 milion lekë shpenzime, si që kam bë deri tani, edhe për vitin 2026, 10 milion, a mos i mjet shpresoj të marr ato lekë të shpenzimeve, kurse vjet s'kemi marrë asnjë lekë shpenzim që kemi bën nga ferma. Nga shteti asnjë lekë për me përjashtim një 300-400 litra naftë kam marrë unë për gjithë këtë territor tokë që kam. As to kapit kush çka ka ndodhur. Si komision s'ka fare zero, kërkush asnjë. Këtu unë, dikun tjetër më këtë shku, për në qëfë se s'kan artë të unë, që mi pari për Dibrën, për qeshin, s'ka ku të shkën. 70 ton fruta me ndëmtuar vitin e kaluar. S'ka marrë asnjë kile, fare. Ndonë se pret të ketë prodhim të lartë këtë vit, Kryemadhi thotë se po përballen me mungesë të fuqisë punëtore. Ai shton se për ta vjel qershin shpenzon rreth 5 milion lekë të vjetra e po ashtu 5 të tjera për ta shitur në Tiranë. Me fuqinë punëtore velim qershiet me pensionistë. Imagjino, çuna tri s'ka, gras s'ka, domethënë janë shumë pak edhe ato janë, domethënë ta paguash punëtorin në bujqësi në Shqipëri 35.000 lekë është shumë. Domethënë se mu më shkojnë 5 milion lekë vetëm për velin e qershisë. 5 më shkojnë taks tregun në Tiranë, se dhe atje pagim 1500 lekë për ark. Domethënë 10 milion lekë ka shku deri tani shpenzime. Në 10 i kam të sigurta, të dukshme që do shpenzohen vetëm për velje edhe për taks tregun në Tiranë. Mungesa e fuqisë punëtore është kthyer në problem madhor në sektorin e bujqësisë për shkak të largimit masiv të rinjve nga fshatrat.